A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammed Mustafa alayhis salam. Familjen e tij, shokët e tij, gjithë ata që ndjekin këtë rrugë të drejtë. Argumente shkencore mbi ekzistimin e Allahut te bareke ve taala. Kjo është tema e jonë e radhës. Allahu te bareke ve taala ka thënë në Kur'anin e tij famlart, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Me të vërtetë, në ndrimin e natës dhe të ditës ka argumente për ulil albab. Ulil albab janë bërthama apo të zotët e mendjes, nëse përkthehet kështu bukfalisht pe Kur'anit, pe mufesirinëve kur e kanë komentuar mufesirinët këtë fjalë, ulil albab të zotët e mendjes. Kush janë zotët e mendjes? Ata që lexojnë, ata që studiojnë, ata që kanë moral, që kanë ahlak, që kanë sjellje të mirë, që sillen mirë. Argumente shkencore mbi ekzistimin e Allahut. Vetë njeriu si konstrukt, nëse mirët, pra khalaqal insan, ka thonë Allah në Kur'an, unë e krijova njerin, vetë njeriu nëse mirët si konstrukt, si përmbajtje, pra është vetë argument që ekziston Allahu te bareke ve taala. Allahu Teala thot në një ajet tjetër kuranor, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ne do t'ua bëjmë juve të mundshme që të shihni argumentet tona në horizonte. Në mos në horizonte wa fi anfusihim, edhe në vetët e juja, edhe në anfus pra, edhe në vetët e juja do ta shihni madhështinë e të madhit të Allah, krijimtarinë e të madhit të Allah. Imagjinoni që liza është njësia themelore pra, e cila përbohet prej citoplazma, aparati Golgjit, domethënë është ndërtuar në atë konstruktin e saj një mikrokozmos në vete, subhanallahil azim, pra që liza është një mikrokozmos në vete, po edhe njeriu është një kozmos në vete, po edhe kjo gjithësi, edhe kjo planetari, edhe këto planetet, qiejt, hana, dielli, toka, për cilat Allah në surën Yasin thot la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falaqin yasbahun. Thot Allah në surën Yasin për shemsin pra, për diellin, për hanën, thot as dielli as hana as mund të arrijnë njëri tjetrin. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falaqin yasbahun. Dhe çdo njëna prej tyre noton në orbitën e saj. Subhanallahil azim. Noton në orbitën e saj, pluskon në orbitat e saj. La hawla la quwata illa billahi al-aliyyil azim. S'ka fuqi as forcë më të madhe se fuqia e madhe të Allah te bareke ve taala, që e ka zbrit kënd Kur'anin, fjalën e tij, po që ka dërguar kënd Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Kështu që vëllezër, argumentet shkencore janë edhe majat e tona të gishtrinëve. Shkenca se të ka zbuluar majat e gishtrinëve, identiteti në kartat biometrike. Ato ka kallëzuar Kurani para 1400 vjetë në ajet, domethënë në surën Kiyame, ku thotë do t'ju ringjallim edhe me majat e gishtrinëve. Subhanallah, pra që çdo njeri e ka kodin e vet majat e gishtave. Pastaj argumente ndryshme shkencore janë. Janë argumentet qielli që qëndron pa shtylla, kodrat, wal jibala autada që thot Allahu në Kur'an. Argumentet e ndryshme shkencore flasin për ata që kanë mend. Afala taqilun, afala tubsirun. A nuk po mendoni? A nuk po shikoni? Kështu po thot Allahu. A nuk po mendoni dhe a nuk po shikoni? Kjo është mirësia Allahu te bareke ve taala për ata që kanë mend, për ata që dinë të kuptojnë pse ekzistojnë, pse kanë ardhur në këtë botë. Kanë ardhur të hanë, të pinë, qeshin, çajin. Normal. Pjesë e kozmosit me emrin njeri. Ky është fusha e ekzistencializmit e njerëzve të cilët mundohen dhe përpiqen me jetën e tyre, kanë jetën, kanë vdekjen, kanë gjëra të ndryshme të cilat ballafaqohen me to dhe njerëzit i kuptojnë këto senën. Prandaj kur vdes dikush, thon subhanallahu, shkoj filoni. Edhe kjo është një argument në vetë se ti je një matricë dhe je një detaj në këtë kozmos të Allahut te bareke ve taala. Je insan,
je njeri vdekatar. An-nasu niyam idha mamatu intabahu, ka thonë pejgamberi Muhammed alayhis salatu wassalam. Shumica njerëzve janë fjetun. Janë gjumë. Kur të vdesin ju del gjumi, edhe ky është një fakt shkencor. Pse? Sa herë mbyllim syt para me fjet gjumë, Allahu na kujton se një ditë do të mbyllim syt pe kësaj donjaje dhe do të largohemi pe kësaj donjaje. Edhe ky është një argument shumë i fortë për ata studiuesit e mëdhaj dhe të famshëm të eskatologjisë. Fusha e eskatologjisë dhe filozofisë të kuptuarit të gjërave, rrjedhës, projë të madh të ndërgjegjes të lartë dhe fushës të madhe të diskutimeve, të diskurseve të mëdha, të apologjetëve të mëdha të diskutimeve. Edhe kjo është një shkencë në vete. Gjumi s'ka shpjegim, shpirti s'ka shpjegim. Edhe për shpirtin ka thonë Allahu te bareke ve taala. Yesalunaka anir ruh. Ka thonë të pyesim ty për shpirtin. Kul utitu min ilmihi illa qalila. Thuaj për ta jonë dhanë shumë pak dije. Kem shumë pak dije rreth tij. Është mister, është gajb, është shësia Allahu te bareke ve taala. Na nuk mujna me hin këto diskutime kaq thella. Na mujna me thon aspekti biologjisë, bimësia, druri i gjelbërt që përmenden në surën Yasin. Pastaj hana, dielli, qielli, planetet, senet, këto janë shpjeguar në Kur'an gjitha, mjekësia, kimia, botanika, zoologjia, shumë shkenca të tjera janë zbërthyer në Kur'an. Shkencëtarët sot më të mëdhej, një ndër ta Maurice Bucaille, për shembull, flet mbi shkencën e madhe që është në Kur'an, që gjendet në Kur'an. Na si musliman si duket e kem lanë Kur'anin, po merremi me gjëra tjera. Kështu që kur e lam Kur'anin, Allahu na lën ne. Pse se Kur'ani është fjala e Allahut. Edhe sipas tij duhet punojmë. Falënderimi qoftë Allahut, krijuesit lart, madhështor të këtij kozmosi, të kësaj gjësie dhe të krijuesi i njeriu, që ka krijuar njeriu dhe ka ngritur me mendje të shëndosh dhe arsye dhe intelekt. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Andaj vëllezër, ju falenderoj